Industria e naftës. Tempulli I lartësuar nga vlerat papërsëritshme të armatës së mira naftëtarve, si medalion mbart edhe emrat e shkencëtarëve të shquar. Koço Plaku, Beqir Aliaj edhe Lipe Nashi. Lindur në vatat të qytetërimit modern shqiptar, Korç, Shkodër dhe Gjirokastër, sakrifikuan në shpalosjen e vlerave të tyre intelektuale dhe qytetare. Pas studimeve të kryera në Universitetin prestigjos të naftës Ivan Mihajlović Kupkin në Moskë, të tre u lidhën përjetësisht me arin e zi. Kuçova, ndër të parët qytete intelektuale, Kuçova ku njerëzit e naftës, artit, sportit dhe pilotimit gdhënnin me dashuri historinë e saj. Banor të këtij qyteti si Koço Plaku, Beqir Aliaj, Eqerem Beci, Lipe Nashi, Ramiz Xhabia, Milto Gjikopulli në sektorin e naftës, Tonin Rota, Mihal Ciko, Agim Prodani, Zef Leka, Det Gjoni, Gjulieta Kulla në fushën e artit, Niko Hoxha, Bilal Sina, Babaçe Faiku, Fahri Bupsi, Agim Bilali, pilot të shquar, do të cilësoheshin simbole të kombit. Peizazhi piktoresk I natyrës, çukitjet ritmike të sqepave të zinj të vulfeve të puseve drejt gjoksit të tokës, duket sikur të urojnë mirëseardhjen. Kjo rrugic, me shtëpitë sup në sup në lagjen 11 Shkurti, të ofron idealet e qindra naftëtarëve të cilët me vetmohim skalitën dinjitetin e tyre. Ishte një qytet me një popullsi, ishin shumë intelektual aty. Për shembull, kishte shumë pilota, si mund përmendim Niko Hoxhën, Babaçe Faikun, kishte artist, ishte Tonin Rota, I cili me shpirt ka punu për me kriju teatr, për me kriju korin, për me kriju aktivitete artistike. Ka kënë aty, dhe me thënë, ai Nito Lala, që sot është në Kuçov, ai është një nër ata shokët e ngushtë të Tonin Rotës, që kanë punu bashkë aty. Edhe kështu që kishim edhe artista boll, kishim Afërdita Leken këngëtare, kishim Gjulieta Hoxhën, ishte nxënëse në atë kohë, por recitonte shumë bukur. Kishin ardhur nga Korça, në Elbasani me shumicë arsimtar. Dhe drejtori I shkollës ishte për Elbasanit, Beratas kishim. Kështu që pothuaj ishim një qytet ku ishin grumullum të gjitha krahinat e ndryshme të Shqipnisë. Nga Përmeti kishim shumë, nga shumë krahina. E unë gëzova kur erdhi dhe Beqiri nga Shkodra, u bam shumë shkodran. Kështu që e kena kalu mirë shumë në atë qytet, ku një atë përbamje ka pas një peshë shumë të madhe intelektualit. Nafta ishte vërtet e lodhshme, por ishte shumë e bukur. Gjithë ata njerëzit tonë, do me thënë, të punës, ne nuk kishim të diela, nuk kishim kështu, ata ishin gjithmonë pusevet. Po me gjithatë, gjithë fëmijët dhe familjarët ishim të kënaqur shumë. Kuçova, së bashku me Patosin, Pallshin, Vlorën e Sarandër, do të bëheshin kolona vertebrale në industrinë naftënxjerrëse. Pas Marinzës, të shndruar në një pyll të vërtet metalik, zonat e reja nafte nisën të çelin si lulemaj. Përvoja e fituar në seminare kombëtare e botërore, rritën ndjeshëm kontributin konkret në punën shkencore të Koço Plakut, Beqir Aliajt edhe Lipe Nashit. Për këtë, u vlerësuan me tituj heronj të punës socialiste, çmimin e Republikës dhe urdhrin në imfrashëri të klasit të parë. Në vitet që do të trokasin më pas, Visoka, Pallshi e Gorishti do të cilësoheshin vendburime të reja të rëndësishme. Në vitin 1974, nafta arriti prodhimin më të madh, 2.240.000 tonelata në vit. Edhe këto ishin atëherë kapacitetet që mund të jepte nafta. Ndërsa duke u nisur nga dëshira të pabazuara në të dhënat gjeologjike, udhëheqja kërkonte më tepër gjë që nuk u realizua. E në vend që këta të lavdroshin, ajo I goditi. Bile një pjesë nga këta u vlerësuan në nëntor të vitit 1974, Lipe Nashi u bë heroi punës socialiste,
nërsa këta morën çmimin e Republikës për kërkimet naftës, nërsa mas 4 muajsh në mars 75 u konsideruan si sabotator. Në vend që këta njerëz me një eksperiencë, me një bagazh të madh, të liheshin të vazhdonin punën, u goditën padrejtësisht. Dhe kjo çoi pastaj që në naftë, jo vetëm këta 3, por e disa të tjerë, u goditën dhe u dënuan padrejtësisht. Dhe po të shikosh pastaj zhvillimin e industrisë naftës, jo vetëm që nuk pati më tej zhvillim apo rritje, por vetëm rënje. Nën toka së bashku me suksesin, të ofronte edhe kapriço misterioze. Krahas emocioneve shoqëruar me lot gëzimi në lindjen e një pusi të ri, do të duhej të përballeshe me fontana, të cilat me gjuhën e flakëve të tyre shkaktonin dëme kolosale. Naftëtarët, që më tepër mbanin veshur çizmet se këpucët, sakrifikonin deri në vetmohim. Hoçishti, ndër fshatrat piktoresk në qarkun e Korçës, mbështetur në prehër të malit Moran. Vendi më i bukur në botë për çiftin Koço e njohuri Plaku. Të dy u lindën, u rritën, u dashuruan, madje u martuan këtu. Shtëpia e tyre ngritur mbi supet e kësaj kodre si balkon mirëseardhjeje, të ofron si në pëllëm të dorës magjinë e Hoçishtit. Në qendër të fshatit ndodhet lapidari kushtuar dëshmorit të luftës nacional çlirimtare Jorgo Plaku, vëllait të Koços. Në tetor të 71-shit jemi martuar. Një muaj fejes kam dhënë. Në fund të muajit janar kam mbajtur në Fier që rregulluam shtëpinë, u streuam atje dhe ndjemin veten shumë të lumtur. Shkonim shumë mirë të dy, kuptoheshim. E respektonja dhe më respektonte, mas 2 vjetësh linda Jani. Edhe atëre me regjim shtrati isha për arsye të operacionit. U gëzua jashtëzakonisht. E shikonte si sytë e vallit. Edhe, po them, ishim shumë të lumtur të dy. Mori atë çmimin e Republikës që e dekoruan. Dhe ishte në një mbrëmje që kishte bërë Pirogushua atje. Edhe kur vjen nga mbrëmja, e pyesum si dole qysh tek. Mirë thot, po, nuk e di ç'do vi prapa kësaj. Po pse i thashun? Pse i tha se, po ta them tha se është shapur tha. Është një metodë tha kur të ngren për gjësi të bjen kokës. Zhvillimi ekonomik i vendit shtroi kërkesa të reja për naftë. Çdo kush e kuptonte se qeveria në çdo kohë kërkonte llogari, ndryshe do të kishte një ikje pa kthim. Diktatura prodhonte të ashtu quajturit grupe armiqësore në naftë. Pas plenumit të 4 të Komitetit Qendror ku shkencëtarët Koço Plaku, Beqir Aliaj dhe Lipe Nashi u vlerësuan me tituj dhe medalje, do të niste projekti i listës së zezë, me emrat e tyre që do të flijoheshin në altarin e arit të zi. Tek jo pak drejtues dhe inxhinier, do të binte akuza e rënde e etiketimit armiq dhe sabotator. Diktatura komuniste dënoi, persekutoi specialistë më të mirë të naftës dhe drejtuesit e saj. Gjeologët si Koço Plaku, Beqir Alia, Trai Gjashka dhe të tjerë që nuk jetojnë më, padyshim që ishin nga specialistët më të mirë të naftës. Këta specialistë dhanë një kontribut shumë të madh në zbulimin e vendburimeve të naftës, si në ranor, ashtu dhe në gëlqeror. Midis tyre spikat, veçanërisht gjeologu i naftës Koço Plaku. Koço kishte mbaruar studimet e larta në Moskë me rezultate të shkëlqyera. Ai ishte një gjeolog me njohuri të gjëra në fushën e gjeologjisë së naftës, si dhe në fushat të tjera të shkencës. Ai ka dhënë një kontribut shumë të madh
ose është autor i zbulimit të Gorishtit, të Ballçit dhe të Visokës. Më 25 mars të vitit 1000 së tij. Njerëzit e sigurimit, në shpinën e zezë të vdekjes, rebeluan gjithçka. Puna dhe ëndrat e Koçoplakut u burgosën si vet ai. Ndërkohë Njodhi, bashkëshortja e Koçës, me të birin Filis Pambushuren dhe 1 vjeç Janin, si pjesëpërbërëse e persekutimit në shkretëtirën e internimit, tektisen në fshatin Shtyllas të Fierit. Që nga partia e shkuan në prodhim, si që thash, punonte në pusa, më vinte në shtëpi gjithë bajt, i mërzitur, shumë. Ka qenë ditë e enë, 25 mars, më kujtohet. Shkoj dhe në përshëndeti, tha mos më prisni mua, tha se ne do të në arrestojnë. Unë zura qanja, ti do më ndarjen, tha se mund t'internojnë, mund të marrën në një masë, si që kishtë marrë për të gjithë, që i kishin arrestuar, po u bëra e fortë nga e keqja, qarë të bëjnë. Kam denjur 1 muaj në Fier, se bëra divorcin, gjermora më bëra gjyqin, edhe ika në fshat, të nesër me tresën, urgjentish në Fier, vete në Fier, që për eqen në Shtyllas. Kam mbledhur plaçkat, se një kishin mbyllur në një dhomë. Tërë natën kam qarë, më qua në Shtyllas. Njeriu që ishte ngjitur në podin e titujve më të lartë shkencor, kurse si nuk kishte menduar se 25 marsi i vitit 1975 do të shënonte përjetësisht ndarjen nga bashkëshortja Njodhi, e djali i tij Jani, i cili nuk do ta ndjente më dorën e ngrohtë dhe zërin e ëmbël të tatit. Askush nga ata që e kishin njohur nga afër naftëtarin dhe shkencëtarin e shquar, nuk e besonin se jeta e tij do të shuhej nga krismat e armëve të skuadrës së pushkatimit. Burgu i Tiranës do t'ishte stacioni i fundit i kalvarit të vuajtjeve të tij. Më kujtohet atë natë kur Koçoplakun e kanë marrë të pushkatorë. Kam qenë ballë për ballë me birucën e tija, kanë ardhur natën, e mua, po si zakonisht në ato momente i dënuari nuk mund të flas dot, sepse në gjell edhe një ilaçe të tilla që ti për një kohë nuk mund të hapësh dot gojë. Vetëm dëgjoshe zhurma, Koçoja i lidhur, sepse dukshë nga një e hapur e sportelit atje, me një helmet në kokë, e të roqin atë natë për të pushkatuar. Sigurisht ishte një natë e tmerrshme, atë natë kanë marrë dhe 2 të tjerë. Ishte mesnatë e 26 qershorit 1976. Midis të burgosurve, që u zgjodhën me dorë një nga një, ishte edhe simboli i shkencës së naftës. Koçoplaku dënohet nga inkuizicioni komunist me dënimin kapital, pushkatim. Ky është i vetmi studim që shpëtoi katrahurës nga njerëzit e sigurimit
të cilin vllai i njohit, Sotiraqi, e ruan ende si gjë tepër të shtrenjtë. Është pikërisht studimi i projektuar nga mendja dhe duart e shkencëtarit ton të shquar Koçoplaku. I përket zonës së Dumres në Elbasan, e cila ende edhe sot nuk e ka gjetur zbatimin për t'u emërtuar zonë e re nafte. Beqir Aliej ka lindur në këtë shtëpi në lagjen Vojokushi në Shkodër. Liçeni, që si qerpiki qëndron qyteti, kaltërsia e Bunës, mrekullitë natyrore të Shkodrës, i rritën atij dëshirën për të bërë artist. Por nuk ishte thënë që kjo ëndër e hershme t'i bëhej realitet. Pas përfundimit të shkollës së mesme të përgjithshme, edhe studimeve për inxhinier në Universitetin Ivan Mihajlović Kupkin në Moskë, Beqir Aliej emërohet me punë në qytetin e Kuçovës. Në Moskë kemi studuar në një nga institutet më prestigjioze të Rusisë në atë kohë, që matë emrin e një akademiku të madh të gjeologjisë së naftës, që quhet Ivan Mihajlović Kupkin. Mbas marrimit të studimeve si Beqiri edhe unë, u kthy në atë dhe njerëz të pajisur me kulturë të asaj kohe të niveleve të larta, edhe filluam punën në naftën. Me dijet e fituara gjatë punës, ai skalit profilin dhe individualitetin e tij shkencor. Veprat e tij në fushën e naftës zën një vend të rëndësishëm në fondin e librave pranë instituteve të bibliotekave shkencore në vendin tonë. Në plenumin e 4 të Komitetit Qendror, Beqir Aliej merr vlerësime maksimale si drejtues dhe shkencëtar. Çuditërisht, pas këtij plenumi, shkarkohet nga detyra e drejtorit të Institutit të Naftës dhe Gazit dhe dënohet si inxhinier në zona të thella të naftës. Më 25 mars të vitit 1975, punojësit e sigurimit të shtetit kishin nisur të arrestonin trurin e naftës. Prangat nuk kursyen as Beqir Aliejin. Mos mërbur, nuk jam burr që lidhem, do t'i shprehej ai punojësit të sigurimit. Jena rrit bashk, e kena studiu bashk, e kena kryer shërbimin ushtarak bashk, e mimi i parë ka qenë Patos. Mane mas Patosit kam përshkuar edhe ma vonë në qytetin Stalin, që u transferua të herë më të kohë. Edhe për tretit ose të fundit më ka qenë Firi. Vujtet e tij kanë qenë në një burg tjetër. S'pashi ka qenë i fundit. Më tepër se 15 muaj, së bashku me Dimitër Stefën dhe Protoko Muratin, ai terrorizohet dhomave të Etusisë dhe birrucave të burgjeve të Tiranës, Burelit, Spaçit e Borshit. Beqir Aliej dënohet me 25 vjet burg. Ne na bë gjyqi dhe gjyqi vazhdoi rreth 7 ditë. Gjatë gjithë kohës e Etusisë nuk kemi takuar asnjëherë me njëri tjetrin, vetëm në kohën e gjyqit u pam njëri me tjetrin, të cilët ishin bërë pothuajse mbi 30% e peshë kemi humbur të gjithë nga torturat dhe nga sjelljet brutale të policisë atërshme. Dritaret e hekurta, si pritma mesazhesh të dala prej zemrës së tij, birrucat si të vetme dëshmitare, që përjetonin gjithçka dhe shfaqeshin të pagoja, përcillnin dhimbshëm ndodhit misterioze nga barku i akullt i tyre. Njëri prej drejtuesve më të zotë të industrisë së naftës do të provonte torturat më çnjerëzore të kohës. Cili vallë e ndali buzëqeshjen e tij në sytë e nënës, bashkëshortes Leila dhe 2 fëmijëve Bujarit dhe Kozetës? Si për të mos mjaftuar kjo, dëshkimit komunist nuk i shpëtoi as familja e Beqirit. Tragjedia e përjetuar në vite, kurse si nuk shlyhet lehtë nga kujtesa e Kozetës, e cila me smalli të zhuritur për të atjen dhe sy njergulluar nga Perdeloti, tregon. Jeta e tij ka qenë shumë e vështirë. E ka filluar me një vull të jashtëzakonshëm, me një dëshirë të madhe për punë. Bashkë me familjen e tij. Ka shku me jetu në frontin më të vështirë, në të naftës. Dhe ka punu me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Deri në vetë mohim.
Shpeshherë ndoshta edhe duke harru familjen e tij. Por ndoshta sistemi kos. Nuk e di. Shpeshherë kam pyet veten si vajzë, kush ishte faji i babës tem? Çfarë ka baji që ne nuk mund të jetojmë bashkë me të? Dhe ishte pa mujtur me gjetë pyetje rreth kësaj gjahe se kur pyetja nanen kam qenë shumë e vogël. Në kohën e arrestimit unë kam qenë moshën 6 vjeçe. Dhe shumë gjana unë nuk kisha në gjendje me e kuptu. Një gjosha vllon që pyete, mam, çka ka bë baba? Dhe shpesh herë nuk ishim gjendje me marrë një përgjigje të saktë. Ajo vazhdimisht me përkushtimin më të madh na thotë që baba është një njeri i përsosur, një njeri i jashtëzakonshëm. Nuk ka bazë tjetër veç se ka punu. Ka punu natë ditë. Vjen keq se u rritme me vështirësi shumë të mëdha. Por të lashet e jetës i hoqi nana jonë, se ne prap do më thanë me fëminin tonë, nuk e dishim realitetin e vërtet. Mas shumë e shumë vitesh, mas i fillova më rrit, me kuptu gjithë njerëzit në Shkodër më shifshin me abi. Shkosha i basha pyetje nanës teme, pse në ullkja gja? Kur i thamë të tanëve se bia ku jam, sytë e tyne më shifshin me një dashuri, por ndoshta edhe dashuria ta shpreshin në mënyrë dhe më thanë që mos t'i shifte kërkosh. Nuk e kuptosha arsyen pse. Ne na kishin mohu të gjithë. Për ne ishte shumë e rëndë. Megjithatë kishte edhe njerëz të mirë që na përkrahen, na dhonin krah, na dhonin forcë. Beqiralia i kur nuk u nënshtrua nga britmat dhe torturat e diktaturës sepse priste të rishihte sërish jetën. Në 29 mars të vitit 1991, kur si në të gjitha vendet e lindjes, edhe në Shqipëri kishin nisur të shpërthenin ndryshimet demokratike, Beqiralia i zyrtarisht do të shpallej i pafajshëm. Ishte periudha kur ish bashkëshortja e tij ruse Lida Haritova, 2 fëmijët, Vladimir dhe Rita, që i kishin shpëtuar inkuizicionit dhe persekutimit në Shqipëri, dhe prej 30 vitesh nuk ishin parë bashkëshortin dhe prindin e tyre shpresonin se një ditë do të rishiheshin përsëri. Shtëpinë në Moskë neve kemi patër afër. Edhe marrëdhënie prindërit mamas time me prindërit Lidës ka patur vazhdimisht. Kur vajtëm në Moskë i tregova Lidës. I tregova i tash unë biçiri akoma. I pyeta unë një herë Lidë. Lidë, bëj 30 vjet, kur erdhe ti ishte i re fare. Si nuk u martove ti? I tha më Leneta, atë dëshuri, atë figurë të qmorë për mua si biçiri, tha, unë nuk kishte mundësi të zvendësojshë. Edhe kam menduar të vdes më mirë, tha, me dashuri për biçiri, sa të martoj me një tjetër. Edhe kështu ajo përballoi tërë jetën, i ka rritur ata 2 fëmijë me forcë vetë, edhe ka rritur atë ditë që ka ardhur biçiri. Kur u lërua biçiri, ajo u smur, edhe vajte në Moskë. Atje në Moskë ishte një takimi e tmerrshme, me fëmija, me gruan pas 30 vjetë. Erdhe me trenin në stacionin trenit. Sa zbrita i tha dolin nga vagone, Lidës i ka rënë të fikët. Qupë merreshe me Lidën, dërsa vova djali po shikonte jatin, se kur iku Lida, djali ishte 3 vjeç, dërsa Qupë ishte 9 muajshë. Ajo nuk i njifte fare, po dashuri që ka patur Lida ka shep bikirit, ajo ka ushqyr edhe për fëmijë. Edhe fëmijë ka patur shumë respekt e dashuri për jatin. Edhe kur shikonte biqiri vovën, ai mbeti. Kur mbeti ai, i tha, vova jeti, ai tha, po ti babaj timi u përqafon ata. Pak muaj më parë, Këshilli Bashkiak i qytetit të Patosit, i e profesorit Beqir Aliej,
titullin Nderi i qytetit, me motivacionin për kontributet veçanta në ideimin, projektimin dhe zhvillimin e industrisë së naftës. Kjo është ndërtesa e ish drejtorisë së përgjithshme të naftës në Kuçovë, drejtori së cilës ishte Lipe Nashi, ndërnxënësit me nota të shkëlqyera në qytetin e lindjes Gjirokastër, i sapo diplomuar në Universitetin Kupkin të Moskës. Shumë shpejt, ai do të pikaste si drejtues i Zoti. Arriti sa e shpuri 2 milion ton nafte. Dhe në atë periudhë dekorua eroj i punës socialiste atje. Ishte njeri shumë i thjeshtë, jetonte thjeshtë, i ndershëm shumë i ndershëm, jashtëzakonisht i ndershëm, dhe gëzonte simpathinë e të gjithë punëtorëve. Si gëdhëndës i fjalës, Lipe Nashi dinte të komunikonte me zërin e butë, me çdo vartës dhe naftëtar të thjeshtë, fal aftësive organizuese dhe drejtuese, si kreu i industrisë së naftës në Kuçovë, Patos, Fier, Pallç, Corrike Vlorë. Ai vlerësohet si krenaria e komuniteteve në këtë qytet. Në veçanti, Lipe Nashi kontribuoi në progresin urbanistik të qyteteve dhe ekonominë e komuniteteve, që jetën e tyre e kishin lidhur përjetësisht me naftën. Madje, në angazhimin e tij, u përmirësuan ndjeshëm kushtet e jetës në qytetet punëtore naftëtare. Më së miri, këtë fakt e dëshmojnë institucione, blloqe e lagje të tëra pallate zhbanimi të ngritura në Kuçovë, Patos e Fier, dhe një sër projektesh kulturore, artistike e sportive me vlera kombëtare. Por oktapodi komunist tashmë kishte shtrirë kthetrat në pikat më nevralgjike të naftës. Në mëngjesin e 25 marsit të vitit 1975, Lipe Nashi arrestohet nga sigurimi i shtetit gjatë punës, kur ende projektoi e ardhmja e naftës shqiptare. Ishte njeri energjik, i papërtuar, shumë i komunikueshëm dhe i vlerësonte kuadrat e naftës. Diktatura komuniste e dënoi dhe atë shumë rëndë. Pra gjithë këta specialistë të naftës, bashkë me drejtorin përgjithshëm të tyre, morën një dënim të cilin nuk e meritorin. Ai burgoset si pjesë e grupit armiqësor në naftë, së bashku me Koçoplakun, Beqir Alien, Milt Gjikopullin, Dimitër Stefën, Protoko Muratin, Jan Ikonomin e Nuredin Skraparin. Ndërkohë, në sytë e naftëtarëve të thjeshtë të cilët aq mire kishin njohur drejtuesin dhe shokun e tyre, intelektualin model, ky akti pa shpirt do të shënonte një turp për kombin. Nën kthetrat e punojësve të sigurimit, i ndëshkuar në mënyrë çnjerëzore, psikologjike dhe fizike, Lipe Nashi dënohet me 25 vjet burg. Kur doli para përgjegjësisë në Këshillin e Ministrave, më lajmërojnë që Lipja u kritikua rënd. Jam tronditur shumë, se dinja që Lipja s'kishte nuk dyshonja kur për punë armiqësore të Lipjes. Dhe mbasandaja marr leje në ata edhe veten Fier për ta takuar Lipjen. E takova Lipjen, shumë i mërzitur, më tha mos që juve mos të mërzitni, tha, ju të vuani, por vetëm keni parasysh që unë nuk jam armik, dhe unë nuk jam tabëllëtor. Unë kam punuar me ndershmëri në naftë. Kur u ktheva, mora vesh arrestimin e tij. Atëherë jam tronditur edhe më shumë. Në atë kohë, Lipja i dërgon një letër Enver Hoxhës dhe i thot si mund të bënet armik një njeri që ka derdhur djersh në naftë dhe është shkrirë. Enver Hoxha ngrëca pandema gjoja kur ka qenë në delegacion në Kinë dhe duke ardhur në Kina në tren është takuar me kolonel sovjetike, gjera prallat e Enver Hoxhës që i kisha atje. Fëminë, sa e arrestuan Lipjen, mbas 2 dite, 1 javë i dërgojnë
internojnë. Të burgosurit rinin të pagoj mes erës, me grushta shtrënguar në xhepat e tyre sikur shtrëngonin dhimbjen, duke menduar se çfat do t'u sillte e nesërmja. Ndonë se provoi jetën në burgjet më famkeqe të vendit, ku të dënuarit, si hapësirë kishin vetëm kupën e qiellit dhe malet, duke se kishin zbritur aty posaçërisht për ta si mure gjigandë. Lipenashi mendonte se një ditë do të zbardhej e vërteta. Në 29 mars të vitit 1991, ai do të shpallej nga gjykata i pafajshëm. Lipenashi ka dhënë një kontribut shumë të madh, jo vetëm në zgjerimin edhe shfrytëzimin e vendburimeve dhe gjetjen e vendburimeve të naftës, por ai ka dhënë një kontribut të veçantë edhe për të gjithë naftetarët. Ai ka ndërtuar dy qytete, qytetin Stalin dhe qytetin e Patozit. Bile, ai erdhi dhe në Fier bërim shumë ndërtime, arriti deri në fund sa u arrestua, ka menduar jo vetëm për të nxjerrë naftën, por për të krijuar dhe kushte për punëtorët e naftës. Ai punon dhe ditë natë. Bile, thoshin që ku është Lipja? Kërkonin sa se u nis për Sarandën. Mbas 3-4 orës ose 5 orës, kërkonin Lipenashi nuk ishte më në Sarandë, po ishte në Tiranë. Kishte shkuar në Sarandë e kishte kthyer në Tiranë. Mbas Tiranës në Shkodrë, për të ndërsuar për të gjitha gjërat që duheshin për naftën. Ai është marrë jo vetëm si organizator direkt, po edhe si njëri i përkushtuar në naftë ka pasur mjaft fontana. Në të gjitha fontanat Lipenashi ka marrë pjesë direkte duke organizuar njerëz të tjerë dhe specialistët për mbylljen e fontanave. Ai jo vetëm që nuk e meriton as asnjë nga ne të tjerët, por fatkeqësisht ai ngeli si bul e zezë, kupton apo i diktaturë. Edhe pse sot i mungon familjes, kujtohet me respekt nga të gjithë. Kampi i përqendrimit në ferrin e Spaçit. Sot, me mure të gremisur edhe shkretin, hesht. Dielli sikur dridhet si vetmi dëshmitar i pikëlluar për genocidin e Spaçit. Në këtë kamp famkeq, ishin të dënuar figurat të shquara të kombit, e mes tyre edhe emrat e intelektualëve të naftës. Koço Plaku, Beqir Aliaj, Lipenashi, Protoko Murati, Milto Gjikopulli, Dimitër Stefa, Jan Ikonomi, Enrico Veizi, Petraj Gjaçka, Mynir Arapi, Niko Goxhabashi e mjaft të tjerë. Sot, Spaçi, Burrelli, Zejmeni e Borshi kanë pushuar së qëni, por hija e kopshme e vdekjes është e vështirë të shlyhet nga kujtesa e atyre që e përjetuan atë kohë. Të burgosur me të vetmen arsye, se punuan me përkushtim dhe sakrificë të shumë fisht për progresin e industrisë së naftës, duke synuar një Shqipëri të përparuar. Krahas medaljeve Martiri i Demokracisë, dhënë nga Presidenti i Republikës, Koço Plaku, Beqir Aliaj dhe Lipenashi, vlerësohen nga Këshilli Bashkiak i qytetit Patosit me titullin Qytetar Nderi. Me emrat e tyre, në Patos, Fier dhe Kuçov, janë pagzuar sot rrugë dhe sheshe të këtyre qyteteve. Bashkia e qytetit është dhe do të mbetet e vëmendshme për punën e madhe që kanë bërë këta arkitekt të qytetit tonë, për atë vepër të madhe që ata kanë lënë ndër breza, e cila jo vetëm ka tashmë një vlerë të madhe historike, por ka mbi të gjitha një karakter të spikatur shkencor. Në këtë kuptim, Bashkia e qytetit që unë drejtoj dhe Këshilli Bashkiak kanë filluar jo vetëm të ndriçojnë historinë e qytetit tonë, por edhe të hedhin në altarin e respektit të gjitha ato personalitetet të mëdhenj, të cilët kanë dhënë kontribut në ngritjen dhe zhvillimin e industrisë së naftës, por edhe në gjallërimin e jetës dhe dimensioneve që ka ajo në qytetin e Patosit. Të flasësh për Koço Plakun, për Beqir Alin dhe Lipenashin, është një lloj sikur të flasësh për themelet e historisë moderne të qytetit Patosit. Njerëz të cilët jo vetëm e perceptuan
e zbatuan, por edhe i dhanë burimin shkencor, atë burim të nevojshëm që kishte jeta e qytetit tonë në tëra dimensionet e saj, sa që dhe sote në këto vite, të gjithë qytetarët e Patosit mbajnë mend e shprehin me respekt punën e madhe, por edhe zhvillimin e madh të gjithë aspekteve të jetës që ka pasur periudha në cilën drejtonin këta njerëz të mëdhenj industrinë e naftës, por dhe jetën kulturore e shkencore në qytetin tonë. Komunitetet e qyteteve, Kuçov, Patos, Fia, Pavësh, Korç, Shkodër e Gjirokastër, në çdo kohë i kujtojnë me mirënjohje dhe respekt njerëzit e sakrificës me shpirtin e tyre të madh.